Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, Silvio Gonzato, vlerëson punën e SPAK-ut e thekson se nuk duhet të ketë pengesë në hetimin e politikanëve të nivelit të lartë. Në një intervistë për seksionin shqip të medias gjermane Deutsche Welle, diplomati evropian shprehet se sulmet dhe presioni politik ndaj sistemit të drejtësisë janë të papranueshme. Sipas Gonzatos, lufta antikorrupsion mbetet kyçe për rrugën europiane të Shqipërisë. Informacionet mbi përsëritjen e akteve të dhunës në protestën e orës 18 të opozitës te kryeministria, policia e Tiranës thotë se nuk merr përsipër zhvillimin e tubimit, por pavarësisht kësaj, prania e uniformave blu është e pashmangshme. Rreth 1300 forca policore do të zbresin në terren për të ruajtur rendin dhe institucionet. Ligji për tubimet detyron efektive të dalin në terrene të garantojnë sigurinë në rast aktesh dhune, bllokime rrugësh me përgjegjësi direkte ngarkohen organizatorët e protestës. Në një dalje për mediat ku shpalosi për përgjegjësitë e dikasteri që drejton, ministria e Brendshme Albana Koçiu apeloi për qetësi. I bëj thirrje drejtuesve të protestës sotme të distancohen nga aktet e dhunës. Uroj shumë të kemi një protestë paqësore sot, të jemi pro protestës paqësore, por jo pro dhunës. Të shmangnim përdorimin e të miturve në protestë. Organizatorët duhet të jenë të prerë dhe të distancohen nga përdorimi i të miturve në protestë. Pasi policia e Tiranës tha se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit të opozitës, por njoftoi masa për shkak të informacioneve se mund të ketë dhunë, Sali Berisha e quajti këtë akt provokacioni të rënd. Para gazetarëve, kryedemokrati siguroi se protesta do të jetë paqësore. Ftesa ime për mbar shqiptar. Në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga malltënishi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmësor. Berisha bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e pasdites. Për sa i përket asaj që thonë ata, protesta është paqësore. Ne organizojmë vetëm protesta paqësore. Opozita nuk ka bandit siç ka të tipit Proda dhe Sokol Bishka. Ky është një akt provokacioni i rëndë. Nuk i organizon Partia Demokratike. Se shifni ju ato inskenimet e Ilirian Prodës që i përgatisin në zyrat e policisë dhe japin si foto, nuk i han kush ato. Protestë e fundit ishin policia që hidhte mjete piroteknike kundër opozicës. U kapa me filma u kapa. Sot shënohet 35 vjetori i rrëzimit të bustit të Enver Hoxhës në qendër të Tiranës më 20 shkurt të vitit 1991. Qytetarët u bashkuan në një protestë madhështore e finalizuar me rrëzimin e monumentit të diktatorit që u tërhoq me kavo. 20 shkurti është caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist. Top Albania Radio. Në një seancë maraton që u mbyll në orën 4:15 të mëngjesit, Kuvendi i Shqipërisë miratoi 2 projekt ligje dhe 5 projekt vendime. Me 75 vota pro, 15 kundër e 1 abstenim, majoranca kaloi ligjin për shërbimin e jashtëm, ku parashikohet testimi i diplomatëve në shërbim 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit. Gjithashtu me 74 vota pro, 16 kundër e asnjë abstenim kaluan ndryshimet në ligjin që pret Akshin. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit nuk do të zhvillojë më tendera. Prokurimet publike propozohet të realizohen nga operatori i blerjeve të përqendruara. Nisma ligjore lejon që Akshi të krijojë shoqëri aksionere, ku shteti duhet të ketë gjithmonë jo më pak se 51% të aksioneve. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Shirat e orëve të fundit bën që në Durrës të riktheheshin përmbytje duke mbushur me ujë rruga e lagje të qytetit bregdetar, ndonse dëshmi e keq funksionimit të përsëritur të infrastrukturës së kullimit, situata mbetet pa zgjidhje. Shirat e shkarkimet nga hidrocentrali i Banjës shtuan prurjet në lumin Seman, duke përmbytur toka bujqësore e banesa në Fier. Në fshatrat Petove Mbrostar, banorët ankohen se brenda pak muajve është hera e tretë që përmbyten e akuzojnë për shkarkime të pakontrolluara. Segmenti i qaftores në zonën e tuneleve u riblokua pas aktivizimit të ortekëve të Borës, duke krijuar rrezik për qarkullimin. Vazhdon i lartë rreziku për rënje të tjera ortekësh. Drejtuesit e mjeteve duhet të shmangin segmentin derisa të kryen ndërhyrjet e nevojshme.
Shqira collën problematika në rrugën e Arbrit rreth 2 kilometra nga tuneli i Murrizit në dalje nga krahu i Tiranës. Një masif i skrapatës anësore u ça në pjesën e betonuar duke rrëshqitur drejt trupit të rrugës, por pa bllokuar qarkullimin. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve, veçanërisht atyre që lëvizin nga Tirana për në Dibër, të tregojnë kujdes të shtuar. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, motivion me vranësira mesatare e shira në pjesën më të madhe, por që pas mesdite reshjet po vazhdojnë të humbasin territor duke mbetur prezente me intensitet kryesisht të ulët. Termometri shënon nga 2 në 16 gradë Celsius. Ndërkaq sinoptikanët flasin për një fundjavë pa rreshje shiu dhe me ulje të temperaturave që do të zbresin në -2 gradë. Edhe Europa përballet me pasoja nga moti i keq për shkak të rreshjeve të dendura të borës. Gjatë natës, aeroporti i Vienës pezulloi një numër të madh fluturimesh. Në kryeqytetin austriak ran rreth disa centimetra borë. Probleme u shënuan edhe në autostrada, duke çuar në mbylljen e përkohshme të tyre. Rreshjet e dendura të borës shkaktuan ndërprerje edhe në aeroportin e Münichut në Gjermani. Në faqen zyrtare të tij doli njoftimi se nisjet e mbërritjet mund të vonohen ose anulohen gjatë ditës së sotme duke shkaktuar problematika. Lajme nga bota. Donald Trump po shqyrton mundësinë e një sulmi fillestar të kufizuar për ta detyruar Iranin të negociojë të pranojë kërkesat amerikane në marrëveshjen bërthamore. Kjo raportohet nga Wall Street Journal duke cituar burime që thonë se nëse autorizohet sulmi mund të ndodhë brenda ditësh e të synojë disa objekte ushtarake e qeveritare. Sipas mediave amerikane, në rast se Teherani zyrtar do të vazhdojë që të refuzojë të negociojë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përgjigjen me një sulm në shkallë të plotë që megjithëse synon përmbysjen e regjimit të ajatollahëve. Muajin e kaluar, Republika Islamike shtypi protestat më të fundit antiqeveritare. Presidenti Trump po udhëzon Pentagonin e të tjera agjenci qeveritare të identifikojnë dhe publikojnë dosje që lidhen me UFO-t për shkak të interesit të madh. Më herët, Trump akuzoi ish-presidentin Barack Obama se zbuloi informacion të klasifikuar, kur në një intervistë podcasti sugjeroi se alienët ishin real. Në një postim, shefi i shtëpisë së bardhë rrëfeu se po drejtonte agjencitë qeveritare të publikojnë dosje që lidhen me jetën aliene ose jashtëtoksore, fenomenet ajrore të paidentifikuara, objektet fluturuese të paidentifikuara dhe çdo informacion tjetër të lidhur me këto çështje shumë komplekse, por sipas tij, jashtëzakonisht interesante e të rëndësishme. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Armelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.